Jemi rikthyer drejt për së drejti, ora shënon 12, shkurtimisht ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. I ndjek. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me ministrin e Brendshëm Bespor Damallari, 3 zëvendës ministrat e Brendshëm, drejtuesin e komanduar të policisë së shtetit dhe atë të Ilirian Gard, për një analizë të punës në sektorët e kësaj ministrie. I pranishëm në vitën 30 ishte edhe ministri i drejtësisë Toni Gogu dhe ai i pushtetit vendor Ervin Demo. Takime të tilla Rama zhvilloi dhe javën e kaluar me infrastrukturën dhe bujqësinë. Në Ministrinë e Brendshme po zhvillohen intervistat e 14 kandidatëve për drejtorin e ri të policisë së shtetit. Në garë janë emra të njohur me karrierë të gjatë në polici, si Tonin Vocaj, Nallbati, Jaupi Hitaj apo dhe vetë Sokol Bishga, aktualisht i komanduar pas largimit të Ilir Prodës. Pas pikëzimit nga komisioni, Ministri i Brendshëm brenda 48 orëve dërgon një emër për emërim në qeveri. Procesin e ndjek nga afër e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara Van Horn. Pasi kryebashkiaku Elion Velia ju njoh me aktet hetimore të çështjes kundër tij, sot në gjykatën e posaçme mbahet seanca e dytë e gjyqit ndaj tij, bashkëshortes Ajola Xoxa dhe 28 të pandehurve të tjerë në këtë dosje. Velia ju dorëzua në qeli 28.000 faqe me nga 72 fashikuj. Ai akuzohet për korrupsion pasiv në 9 raste, pastrim parash, mos deklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje e sendeve në burg. Ka nisur nga gjykata e posaçme zbatimi i planit të sigurisë në gjykata pas vrasjes së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit. Në hyrjen kryesore të GKK-s do të qëndrojë një punonjës garde dhe kush futet kalon në filtrin e 2 skanerëve fizik. Masat e sigurisë pritet të shtrihen në të gjitha gjykatat e vendit. Nafta e shtrenjtë po paralizon bujqësinë në kulmin e të mbjellave. Report Televizion kreu vëzhgime në Maliq dhe në Fushkruj, ku shumë fermer kanë parkuar traktorët dhe kanë rikthyer metodat tradicionale të punimit të tokës me kafsh. Ata kërkojnë masa lehtësuese për ndërhyrje urgjente, bëjnë thirrje dhe shoqatat e transportit urban dhe interurban duke paralajmëruar rritje të çmimit të biletave.